janë të blokume. As s'kanë marrë mundim me i pastru punimet, po vazhdojnë në lupq. Kështu pra shkruan qytetari, deri sa na ka përcjellë edhe një video. Regjia nëse ka zë video, mund ta dëgjojmë me zë videon nëse ka përmend diçka sqarim qytetari apo jo, e dëgjojmë, ka zë. Shohim pra edhe videon dhe këto që qytetari duket që vetëm nuk ka dashur me komentu, por që ajo që po shohim pra është vendosja e një kolektori që po ndërtohet dhe sigurisht një pjesë e tij është bllokuar me dhep, për çka po bëhet problem për qytetarët në këtë pjesë. Dhe ankesa të tilla pra janë goxha të shpeshta punime që mbesin të lëna për gjysmë dhe që janë goxha problematike pasaj, por që do t'i shqyrtojmë, do të kontaktojmë edhe me zyrtarët lidhur me këtë gjendje të qytetit. Telefononi ju dashur qytetarë dhe adresoni ankesat tuaja në dy numrat tonë, në 043 80 80 01 dhe në 043 49 50 80 70. Erdhi, nëse mundemi e dëgjojmë një këngë diçka nga Podujeva. Dhe derisa presim pra dhe thirrjet e qytetarëve dhe ankesat e tyre, do t'i transmetojmë pastaj, sigurisht ankesat mund t'i bëjnë telefononi tani në numrat tonë në Viber, e përmend apo i përmend sërish në 043 80 80 01 dhe në 043 49 50 80 70.